Leona, të përshëndes, cilat janë dënat që ke mundur të sigurosh? Të përshëndes Kassandra, po në faktor të parë të mëngjesit rreth orës 4, pra të kësaj të enjte, në një shpërthim tritol është regjistruar pranë një parkingu të një spitali privat në rrugën Pjetër Bogdani këtu në kryeqytet. Nga hetimet dhe të gjitha verifikimet që ka kryer komisariati numër 1 i cili mbulon dhe zonën, në fakt dhe nga burime pra këtij komisariati na kanë bërë me dije dhe na kanë sqaruar se sasia shpërthyese pra tritoli është vendosur në gomën e parë të një mjeti i cili rezulton të jetë në pronësi të një mjeke e cila është identifikuar si Matilda Kaja. Kjo e fundit në fakt përpara oficerët policisë gjyqësore ka dhënë deklaratë të shkurtër dhe është shprehur se nuk ka konflikte me askënd, teksa në fakt nuk ka fatmirësisht nuk ka as dëme pra në njerëz, ka vetëm dëme materiale, por janë të lehta për shkak se dhe sasia e tritolit që është vendosur ka qenë e vogël. Ndërkohë që janë sekuestruar gjitha kamerat e sigurisë në zonë, edhe në afërsi të parkingut për të parë dhe për të bërë të mundur zbardhjen e kësaj ngjarje, teksa policia thotë se ka marrë në pyetje dhe pronarët të spitalit privat, por edhe mjekë të tjerë, cilët në fakt kanë deklaruar se nuk kanë asnjë ide dhe nuk mendojnë se kanë pra probleme apo konflikte të cilat mund çonin deri në vendin e tritolit, ndërkohë që mjekja është shprehur se shkak mund të jetë bërë ose objektiv mund të ketë qenë spitali ku ajo ushtron detyrën e saj si mjeke dhe jo ajo personalisht, sepse kjo e fundit nuk ka konflikte me askënd, por vijojnë ende hetimet për të parë dhe për të zbuluar më tej detaje. Faleminderit Leona Sari për këtë raportim të drejtë për drejtë.